Zoti Osmani, pas pak orësh pritet të nisë protesta e radhës së opozitës, por kjo vjen pas ndryshimeve radikale në qeveri. 6 ministra të larguar dhe emërime me emra të panjohur. Si shihni lëvizjet e fundit të kryeministrit Rama? Kryeministri Rama është në gjendje paniku të madh, sepse ajo që po ndodh në Shqipëri, ai po e kupton që ka një ngritje dhe një afrim të SPAK-ut në drejtim të Edi Ramës, insistimi i SPAK-ut, por edhe i partnerëve ndërkombëtar për ta dorëzuar Belinda Ballukun me çdo kusht, qoftë presioni që ka ardhur nga Bashkimi Evropian në ditët e fundit erdhi me të deleguarin David McAllister, por edhe nga ambasada amerikane tregojnë qartësisht që presioni ndaj Edi Ramës ka qenë i jashtëzakonshëm për ta dorëzuar Belinda Ballukun, dhe ai e ka dorëzuar atë, por mënyra se si po e dorëzon është duke e bërë në mënyrë të qetë, lëshim me pambuk apo lëshim me parashut nga lartësia në mënyrë që ajo të mos zbritet, dhe Rama e ka tentuar ta qetësoj Ballukun duke i treguar asaj se nëse largoheni ju do të zëvendësoheni po me njerëzit me varësit tuaj ndar, dhe ka tentuar të jap një dozë qetësie të përkohshme zonjës Balluku për t'i treguar asaj se unë nuk do të hakmerrem ndaj jush. Edi Rama është i vetëdijshëm se Belinda Balluku është kutia e tij e zezë, mbart gjitha sekretet e aleancave dhe projeksioneve dhe të skemën arkitekturës gjeostrategjike të Edi Ramës me rajonin dhe me botën në çështje që lidhen me pikat nevralgjike të Shqipërisë, të sigurisë kombëtare, porte, aeroporte, infrastrukturë, ndaj pozicioni kyç i Belinda Ballukut e shndërron atë në objekt bisede, në objekt analize që ka të bëjë me diçka shumë më të madhe se sa politika shqiptare. Edi Rama është i traumatizuar, kërkon të shfryjë zemratën popullore, tenton të shfryjë edhe pak nga presioni ndërkombëtar, por në të njëjtën kohë synon të qetësojë Ballukun, por edhe të përcjell mesazhe brenda partisë se ai është ende i fortë, se ai e kontrollon ende situatën në mënyrë që të parandalojë luftën civile brenda Partisë Socialiste. Zoti Osmani, çfarë prisni ju nga protesta e Partisë Demokratike? Me ndryshimet në qeverinë Rama, sa mundësi reale ka opozita për të rrezikuar pushtetin? Protestat janë të ligjshme, populli opozitar duhet ndar nga organizatorët e protestës. Populli opozitar është në të drejtën e tij për të protestuar dhe çdo shqiptar i ndershëm është në të drejtën e tij dhe duhet të protestojë, por duhet të ndajmë ndërmjet protestuesve dhe organizatorëve të protestës, sepse Berisha ka halle të ndryshme dhe ka trajektore të ndryshme dhe ka qëllime të ndryshme nga qëllimet e protestuesve, gjë që protestuesit nuk e dinë fatkeqësisht, një pjesë e madhe, sepse një pjesë tjetër ja kemi treguar. Në vetvete unë përshëndes dhe përkrah protestat dhe populli duhet jetë i gjithë në revolt për të larguar një orë më parë këtë bandë hajdutësh e cila po shpërbën Shqipërinë, po e zhbën vendin, po godet institucionet, po godet drejtësinë, po godet SPAK-un dhe po godet çdo lloj pike nevralgjike që e mban shtetin në këmbë. Edi Rama me rilindjen, me Ballukun, me të gjithë grupin e tij ka mundësi që të marrë aq mandate sa ka ai nevojë, mund të marrë edhe 83 mandate sa ka, mund të marrë edhe 100 mandate po të dojnë, sepse Shqipëria kontrollohet me dorë të hekur nga krimi organizuar, nga kartelet e drogës dhe nga të gjitha zhvillimet, nga të gjitha hallkat e tjera të cilat kanë qenë të menaxhuara drejt për së drejti nga Belinda Balluku dhe jo vetëm. Ndaj në pas një diskutim, protestat e popullit opozitar janë legjitime, janë të drejta, janë të nevojshme, por Berisha, nëse nuk jep garanci popullit shqiptar, Berisha do të vazhdojë të bëjë protesta që nuk kanë asnjë lloj qëllimi final dhe asnjë lloj qëllimi për largimin e Edi Ramës. Berisha ka një qëllim. E kam përmendur çdo natë, edhe në kanalin tim në YouTube, edhe në intervistat që kam bërë me kolegët tuaj gazetar. Qëllimi i popullit opozitar që del për protestuar është të largohet karteli i rilindjes, ndërsa Berisha ka qëllim të tjetër nga ai i protestuesve,
Cili është qëllimi i Berishës? Berisha gjithashtu, një lloj si Edi Rama, ka disa qëllime, jo vetëm një qëllim. 1. Të mbajë të lidhur bazën e Partisë Demokratike që të mos përçahet, të bëj gati pas arsin e tij në krye të Partisë Demokratike, t'i japë Ramës të kuptojë që ai është në presion, por që edhe ai do të vazhdoj t'i ushtroj presion Edi Ramës në mënyrë që t'u tregoj amerikanëve dhe europianëve se në Shqipëri duhet të vinë dhe të merren patjetër vesh me Sali Berishën dhe me Partinë Demokratike, sepse ai ruan monopolin e të bërit opozitë në Shqipëri. Duke qenë që partitë e vogla, të reja, njerëzit e ri, figurat e reja nuk kanë fuqi të organizohen, sepse nuk mund të përballesh me kaq shumë para sa kanë ata, me kaq shumë kartele sa kanë ata, me kaq shumë media, portale dhe kaq shumë televizione dhe studio, ata kontrollojnë pjesën më të madhe të Shqipërisë. Në këto kushte, Berisha përfiton nga momenti dhe me të drejtë populli duhet të protestojë, ai del dhe nxjerr popullin në protestë. Por, siç u thash, populli do largimin e Ramës, ndërsa Berisha nuk e do largimin e Ramës pa I ardhur një pazar nga ndërkombëtarët, në mënyrë që Berisha të jetë interlokutori apo të jetë lojtari I tranzicionit në Shqipëri. Berisha është 81 vjeçar dhe nuk mundet të jetë lojtar strategjik në rendin e ri botëror që ka nisur. Ka nisur lufta e tretë botërore. Ju po e ndiqni para pak orësh ka shpërthyer lindja e mesme, ka filluar lufta në Iran. Dhe lufta nuk është gjë tjetër përveç se një luftë proksi e ngjashme me atë të Ukrainës që tregon se një rend I ri botëror po lind. E bëra këtë qasje, e solla këtë qasje për të shpjeguar shikuesit tuaj të nderuar se Berisha është duke lëvizur bashkë me Edi Ramën, duke kënduar, duke lexuar me kujdes lojën e madhe dhe rendin e ri botëror. Rama është në presion të jashtëzakonshëm dhe e lëshoi ballukun dhe e di që spaku do të vinë në drejtim të Ramës, por Rama dhe Berisha po thonë shpresojnë të nisë një luftë e tretë botërore në mënyrë që vëmendja amerikane dhe ajo europiane, veçanërisht vëmendja gjermane, të spostohen nga Shqipëria dhe këta të fitojnë pakës kohë. Pra loja edhe e Ramës, edhe e Berishës është për të fituar kohë. Berisha sa më shumë të rritet presionin ndaj Edi Ramës, aq më shumë do të jetë në raport të drejtë, aq më shumë do të vijë në rritje edhe presioni I Sali Berishës me protestat e tij. Pse? Sepse Berisha nuk do ta lë momentin që të shkojë dëm dhe të vazhdojë të përcjell amerikanëve, qoftë administratës Trump, qoftë europianëve, që në qoftë se duan të bëjnë një ndryshim në Shqipëri, ai mund të ofrohet si lojtar tranzicioni. Amerikanët nuk e duan Berishën në këtë moment, as europianët nuk e duan, sepse po ta donin, do të fillonin të jepnin shenja. Si jepet shenja që mund ta pranojnë Berishën si interlokutor, heqin fillimisht non gratën e Berishës. Eliminimi I non gratës dhe nisja e kontakteve me kancelaritë ndërkombëtare është shenjë e hapjes së rrugës për Berishën. Perëndimi nuk e do më t'ia hap këtë rrugë. Ndaj Berisha, po vazhdon me strategjinë, duhet të luftoj fort në mënyrë që të tentoj deri në fund të sjell amerikanët dhe europianët tek selia e Partisë Demokratike në mënyrë që t'i thonë Berishës, shiko zotëri, Rama ka përfunduar, Rama ka mbaruar, Rama do të largohet, a ka mundësi të na bësh një qeveri të përkohshme, a ka mundësi të na administrosh pak situatën 1 vit, 2 vjet, sepse Ballkani nuk duhet shkojë drejt zbrastisë, nuk duhet shkojë drejt boshllëkut gjeostrategjik, për arsye të pranisë së lojtarëve të tretë, siç është Rusia, Kina dhe lojtarë të tretë, rajonarë dhe ndërkombëtar, të cilët duan të ushtrojnë dhe të rrisin praninë e tyre në Ballkan. Ndaj Berisha do të blej kohë, Rama do të blej kohë, protestat janë legjitime, populli duhet të revoltohet dhe duhet të protestojë me çdo kusht, por Berisha nuk është alternativa. Dhe Berisha duhet I thotë popullit shqiptar që të dalë në protestë, sepse është pjesa më e madhe, populli shqiptar nuk e do Berishën mos I alternativë të Ramës. Kjo ka vetëm një zgjidhje.
Berisha t'i thot shqiptarëve që ju keni mundësinë të më largoni mua. Si bëhet kjo? Qeveri teknike me mbështetje të ndërkombëtarëve, me konsensus të ndërkombëtarëve, qeveri teknike 1 vjeçare, 2 vjeçare, spastrimi i grupeve kriminale, goditja e karteleve, reformë zgjedhore, ndryshim kushtetute, reformë territoriale, Shqipëria një zonë zgjedhore dhe kod zgjedhor që të gjithë të numërohet votat, numërojnë votën e tyre dhe jo të numërojnë Partia Demokratike dhe Partia Socialiste votat e partive të tjera. Sipas kodit të 2008-s, kur Rama është marrë vesh me Berishën dhe kanë bërë një kod që të ruajnë monopolin bipolar, por nuk e bën këtë protestat e Berishës, më vjen keq që ja them popullit opozitar, do të jenë shëtitje në bulevard, të cilat nuk kanë qëllim rrëzimin e Edi Ramës, por kanë qëllim forcimin e kartave të Berishës për Amerikanët dhe për Europianët. Zoti Osmani, ju personalisht do t'i bashkoheni protestës në shesh? Unë ftoj të gjithë popullin shqiptar që të revoltohet, të protestoj, aq herë sa ai të dalë dhe të shikojë të arsyeshme. Unë jam kryetari i një partie politike që quhet Lëvizja Andeu, partia politike më e bojkotuar nga mediat e establishmentit në Shqipëri, nga mediat dhe nga studiot e Edi Ramës dhe të Sali Berishës, dhe unë qëndrimi im ndaj protestave është ky që unë sapo ja shpjegova, kam 10 minuta. Pjesëmarrja ime personale është e lidhur me qëndrimin politik të Partisë Lëvizja Andeu. Unë nuk dal në protest derisa Berisha të na kthej përgjigje ne dhe popullit opozitar dhe gjithë shqiptarëve, cili është plani i tij për rrëzimin e Edi Ramës, sepse Edi Rama nuk largohet me shëtitje në bulevard, Edi Rama largohet me mosbindje civile dhe me zbritjen e 100.000, 200.000 shqiptarëve shesh në mënyrën më të paqë të mundshme të rrethojnë kryeministrinë, të ulen bulevard dhe të mos shkojnë shtëpi derisa rrëzohet Edi Rama. A e ka Berisha një plan të tillë? 2. Në qoftë se Berisha nuk kthen përgjigje çfarë do të bëjë me kodin zgjedhor, me reformën territoriale, me kushtetutën, me kodin e 2008-s, unë nuk shkoj në protest që Sali Berisha të kthej zgjedhjet sipas kodit të 2008-s dhe të fusë Josefina Topallin me djalin e Fari Balliut, me Fatmir Mediu dhe të tjerë personazhe në listat e sigurta me një kod zgjedhor bastard, banal, anti-shqiptar, anti-kombëtar dhe të përsërisë të njëjtat skema. Shqiptarët e refuzojnë këtë. Ndaj, ata kanë të drejtë të refuzojnë, e përkrah jam me shpirt dhe me zemër me popullin opozitar. Unë nuk dal në shesh personalisht, sepse dalja ime personale është e lidhur me qëndrimin tim politik. Berisha nëse nuk na kthen përgjigje me partive opozitare dhe popullit opozitar, cila është skema e tij dhe çfarë do të ndodhë menjëherë pasi të rrëzohet Edi Rama, Edi Rama kemi rënë dakord të gjithë, është anti-shqiptar, po shkatron Shqipërinë ai dhe karteli i rilindjes. Por kjo nuk do të thotë që duhet vinë një palë hajdut dhe t'ikin një palë hajdut dhe t'vinë një palë hajdut. Kjo do të thotë që shqiptarët të vendosin drejtësi. Drejtësia vendosen të qeveri teknike me ndryshim kodit zgjedhor, ndryshim kushtetutës dhe mundësi që të zgjedhin shqiptarët të lirë. E ndeshën pastaj Saliun, dhe ta kthejnë Saliun, ama shqiptarët duhet të kenë mundësi të bëjnë zgjedhje të lira. A nuk e duan Saliun, kanë mundësi. Saliu duhet ja jap bashkë me Edi Ramën mundësinë që të përzën Saliun bashkë me Edi Ramën. Nëse Berisha nuk u jep shqiptarëve mundësinë dhe t'i premtoj sot, nuk do t'i dalë njëri në shesh. Do t'i dalin vetëm ata 10.000 vetat që ai i ka dhe do t'i ketë sa t'i jetë gjallë, 10.000 apo 5.000 apo 15.000, sa do që t'jetë. Nuk bie Rama në 10.000 vetat, as me 15.000. Në qoftë se Berisha nuk e bën këtë, unë si kreu i një partie politike tërësisht të bojkotuar Shqipëri, edhe pse mora pjesë në zgjedhje, i bëj ftesë popullit opozitar të revoltohet dhe të protestojë aq herë sa ka mundësi për të protestuar. Por duhet ta dim, loja e Berishës është kjo, loja e Ramës është kjo. Berisha që ta marrë ne në shesh, duhet jap garanci popullit çfarë do të ndodhë kur do të bjerë Edi Rama, sepse populli thotë ne nuk jemi dakord që të largohet Edi Rama dhe të vi Berisha. Si zgjidhet kjo? Këtë nuk e zgjidh as unë, as ju,
as pasionantët e politikës që komentojnë ke komentet e YouTube-it apo të Facebook-ut. Këtë e bën garancia politike e cila i jepet dhe i thuhet popullit shqiptar. Unë jam Sali Berisha, kam qëllu kryetari i partisë më të madhe në opozitë. Nëse nuk më doni mua, urdhëroni skemën për të larguar mua. Po ndeshët më sillni. Pa këtë garanci, Berisha nuk është duke realizuar Ramën, por po konsolidon pushtetin e tij. Sepse çdo lloj proteste që gjuan bosh dhe nuk gjuan në mish, do të thotë që Rama do të konsolidojë pushtetin e tij dhe do të jemi jo në protestën e radhës, por në shëtitjen e bulevardit të radhës. Duhet protesta dhe duhet garanci që shqiptarët të dalin dhe të kenë mundësi të rinovojnë klasën politike shqiptare, e cila e ka kuptuar se ka marrë fund. Pra, klasa e vjetër politike nuk do të jetë më. Ata e kanë përfunduar ciklin e tyre, misionin e tyre, nëse nuk e bëjnë vetë, do ta bëjnë të huajt. Më mirë do të ishte ta bënin vetë. Si u duken largimet dhe emërimet e qeverisë Rama, nga kush u surprizuat? Largimet dhe emërimet e qeverisë Rama janë një lloj me respektin më të madh për moshën dhe për zonjat, janë si ato zonjat e moshuara shumë që përpiqen të dalin nga bukuria natyrale dhe të bëjnë makjazh të sforcuar për të dukur goca të reja. Çdo mosh ka freskinë e vet, ka kohën e vet, ka bukurinë e vet, çdo rudh është e bukur. Rama po tenton të bëjë një makjazh të shëmtuar, që po e bën më të shëmtuar se sa që ishte. Sepse të emrosh në vend të Ballukut njerëzit e Ballukut, do të thotë që ke bërë një vrim në ujë. Por duhet ta mirë kuptojmë, sepse është në panik, duhet ta mirë kuptojmë sepse nuk është mirë, nuk është i qetë, ai e kupton presionin që po vjen, ai e kupton që dorëzimi i Belinda Ballukut është tronditje e themeleve të pushtetit. Ai e din që Belinda Balluku nuk ka qenë aty sepse do të vinte gjithçka për shtëpinë e vet dhe për parat, për familjen e vet dhe për fëmijët e vet. Belinda ka bërë gjithçka ka bërë, sepse ka qenë ortake e kryeministrit, ka bërë me urdhër të kryeministrit, dhe ajo nuk mund të paguajë e vetme, dhe ajo nuk do të pranojë të paguajë e vetme. Çfarë bëri Rama? I tha, nuk do të paguash, ti nuk do t'ikësh, ti do të largohesh përkohësisht, që të m'japësh pak kohë mua, që unë të evitoj presionin e ndërkombëtarëve dhe presionin e popullit shqiptar. Garancia ime, i tha Edi Rama, është që unë të emroj në vendin tënd njerëzit e tu, siç mori atë të Keshit, të OSHE-s dhe e mori dhe emroj. Pra, lëvizjet e Edi Ramës tregojnë panikun e tij të thellë, që tregojnë dhe është një makjazh i shëmtuar për të fshehur moshën natyrale të qeverisë. Qeveria e tij është plakur. Qeveria e tij është në fundin e saj, në fundin e biologjisë, dhe çdo lloj makjazhi që do të përdorë Rama nuk e shpëton dot qeverinë e tij. Mund të blej pak kohë, sepse jemi në luftën e tretë botërore. Mund të blej pak kohë, sepse po tronditet bota dhe mund të ketë ndërkombëtarët mund të kenë nesër prioritete tjera. Por mosha e qeverisë Rama dhe biologjia e qeverisë së rilindjes është drejt fundit. Çfarë do lloj makjazhi që të bëjë nuk do t'ja dalë. Sa ndikuan ndërkombëtarët në largimet e Ballukut, Vengut dhe sipas jush, cilat ishin më të forta, ndikimet perëndimore apo ato lindore? Ndikimet e ndërkombëtarëve ishin pa diskutim ato që e rritën presionin dhe që e detyruan Ramën që të marrë këto hapa. Presionet kanë qenë të vazhdueshme nga Bashkimi Evropian, kanë qenë të vazhdueshme nga ngarkuara me punë në ambasadën amerikane, zonja Nancy Varnhorn, dhe më të fundit ishin para pak ditësh ku i thanë shqip dhe troç Edi Ramës që duhet të heqësh dorë nga Belinda Balluku. David McAllister i tha duhet të heqësh dorë nga Belinda Balluku sepse Belinda Balluku është testi juaj i fundit i Bashkimit Evropian. Edi Rama në fakt e di që
askush nuk e di çfarë do të ndodhë me Bashkimin Evropian apo me Europën, askush nuk e di ku po shkon bota, por gjithsesi. Le të marrim të mirë qena këtë koshin e renave me të cilin na ushqejnë se do na çojnë në Europë. Kam 34 vjet që na thonë do ju çojmë në Europë, por këta po na çojnë në lindje. Është skeç tjetër, ky do një orë tjetër për t'u shpjeguar, por le ta marrim të mirë qenë paketën e renave që shqiptarët e kanë besuar që rilindja do t'i çojnë në Europë. Nëse e marrim këtë të mirë qenë, Europa ja tha. Testi i Europës numër 1 është balluku, ndërsa ambasada amerikane i tha mos guxo të prekësh nenin 242 të kodit penal që Rama e bëri gati për ta ndryshuar me parlament në mënyrë që të mbrojë veten dhe hajdutët e qeverisë që të mos preken nga sfaku dhe nga prokuroria se po i shkelet të drejtat e njerëzit. Lindja pastaj nuk ka lidhje, nuk ka ndikim lindja tek ndryshimet e qeverisë, lindja po pret të shohë si do të shkojnë zhvillimet në Shqipëri në mënyrë që të lexojë zhvillimet e perëndimit. Gjermania ka qenë aktive ditët e fundit, ndaj dhe Rama ka shpallur luftë ndaj Gjermanisë. Me sa duket amerikanët një pjesë të madhe dosjes Ballkanit dhe të Shqipërisë. Ja kanë lënë gjermanëve, tashmë që Amerika është duke u marrë me Iranin dhe lindjen e mesme, dhe kjo e ka shtuar panikun e qeverisë dhe duket qartësisht që lufta civile brenda rilindjes tashmë sapo ka nisur. Ish deputeti Malaj i ka thënë socialistëve mos u bëni skleverit e Edi Ramës, çohuni, ngriuni në këmbë. Shumë deputetë rebel kanë thënë Edi Ramës refuzojnë këtë që është duke ndodhur, si po na shetin e gjithëve. Grupi Elisa Spiropalit është rebeluar, grupi Erion Veliajt është rebeluar, grupe të tjera po nisin revolucionin brenda, sepse u prej koka Elisa Spiropalit ishte trashëgimtarja e fundit e ish mjaftistëve me të cilët Edi Rama kishte bërë më parë bashkëpunime të mëdha. Me Erion Velin, me Elisa Spiropalin, me Fugën, me gjithë grupin e mjaftistëve kur rrëzuan babain, atin e tyre politik, Fatos Nanon. Dhe Edi Rama ka shumë qartë që të njëjtat tuar do të bëheshin gati për të vrarë babain e tyre politik tashmë Edi Ramën, dhe ai po pret koka në mënyrë që të parandalojë revolucionin brenda Partisë Socialiste. Por e ka shumë të vështirë sepse rebelimi ka nisur dhe distancimi nga ai ka nisur. Dhe sa më shumë të rritet rysnia ndërkombëtare ndaj qeverisë së Edi Ramës dhe sa më shumë të afrohet spaku në drejtim të Edi Ramës, aq më shumë do të rritet edhe paniku i tij dhe pasiguria e tij dhe do të fillojë të orientohet me goditjet brenda partisë, por edhe me performancën e qeverisë në tërësi. Zoti Osmani, SBA-ja dhe Izraeli sulmuan me raketa Teheranin pas përfundimit të kohës të negociatave për marrëveshjen e armëve bërthamore. A kemi një përshkallëzim të mundshëm të konfliktit që mund çojë drejt luftës së tretë botërore? Lufta e tretë botërore ka filluar në 24 shkurtin e 2022-shit. E kam thënë edhe në librat e mi, edhe në YouTube, edhe në televizionet kur kam pas dalë nëpër televizionet se tani nuk dal më. Lufta e tretë botërore ka filluar në 24 shkurtin e 2022-shit kur Ukraina u ushtua nga Rusia, kur nisi agresioni rus në Ukrainë. Aty u hap portë. Ajo që po ndodh në Iran sot është vazhdimsi e kësaj lufte. Është vazhdimsi e luftës së tretë botërore. Është një konflikt i rrezikshëm që pritet në kufijtë e Europës lindore, pasi shërbimet sekrete ruse kanë njoftuar se Franca dhe Britania kanë çuar armë bërthamore në Estoni dhe në Ukrainë. Dhe NATO gjithashtu bashkë me Francën dhe Britaninë e Madhe kanë dërguar armë bërthamore. Bota është në një moment të jetë kritik, sot paradite kanë nisur dhe bombardimet e Izraelit dhe të Amerikës ndaj Iranit. Kina dhe Rusia janë duke mbështetur me logjistikë dhe me teknologji Iranin. Paketa të mëdha raketash balistike janë duke fluturuar në këto momente që ne flasim në lindjen e mesme, në Abu Dhabi, në Dubai, në Katar, në Jordani, në Izrael, në Haifa, dhe vazhdojnë të ketë goditje, e gjithë diplomacia e kupton që i ka dalë situata nga loja,
me sa duket do të jemi në një konflikt afatgjatë që do të zgjas i ngjashëm me konfliktin e Ukrainës. Sepse nëse kjo ndodh, do të jemi përballë situatave shumë të vështira në botë. Megjithse Amerika e rrëzoi Nicolas Maduro në Venezuela dhe rrëzimi i Maduros dhe zëvendësimi i tij me Nancy Rodriguez, pasi e kishin kontaktuar amerikanët dhe CIA më parë dhe kishin rënë dakord për të, qëllimi i amerikanëve për të rrëzuar Maduron ishte pikërisht parapërgatitja për këtë luftë që po vjen. Sepse amerikanët mund t'i kenë bërë llogarit që lufta me Iranin të zgjas. Dhe Kina dhe Rusia do ta detyrojnë, do të bëjnë gjithçka është e mundur, edhe nëse nuk dalin vetë drejt për së drejti, do të bëjnë gjithçka është e mundur që të zgjas lufta, sepse e dinë që lufta në Iran është një luftë proksi e përballjes më të madhe që është përballja e Amerikës me Kinën. Rrëzimi i Maduros dhe marrja e Venezuelës ishte një plan që i paraprinte Amerika zhvillimeve të ardhshme, sepse lufta e Iranit nëse sjell mbylljen e ngushtisës së Hormuzit, do të thotë bota do të mbetet pa naftë dhe pa energji, dhe do të ketë një katastrofë në çmimet e naftës dhe të energjisë. Por amerikanët menduan që ta zëvendësojnë boshllëkun e Iranit me naftën e Venezuelës. Por nafta e Venezuelës ka probleme të tjera, se ka kosto shumë të larta rafinimi i saj, ndryshe nga nafta e vendeve të gjirit. Ndaj, situata është në shpërthim e sipër, do të shohim se si do të shkojnë në orët në vijim, por jemi përballë një momenti jashtëzakonisht delikat dhe të rrezikshëm në për cilin po kalon bota. Zoti Osmani, shumë faleminderit për kohën dhe përgjigjet tuaja.